Në këtë botë plot kaos, nga kërkesa të vështira emocionale, sprova nga më të ndryshmet, Imam Aliu thotë për ne në këtë rrugtim të jetës, ndjekja e rrugës së profetit Muhammed është për ne thotë si anija e Nuhut. Ata të cilët u futën në të shpëtuan thotë si në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëse do të ecni me këtë tezë që të ndjekurit e jetës profetit e bën njeriu të kthehet pas dhe mos të jetë njeri i zhvilluar, atëherë bota nuk do t'i merrte shembull filozofët cilët kanë jetuar para 2 apo para 3000 viteve. Sot ndërtohet një lloj ecurie e punëve të shtetërore mbi bazën e një demokracie të shkuar. Kjo është një tezë që nuk qëndron. Shembujt e mirë gjatë gjithë historisë së njerëzimit kanë qëndruar. Ne sot jetojmë në një jetë më dinamike, kufizohemi në kohë, kufizohemi edhe në meditim, i bën njeriu të dëm, pra cili është qëllimi i ekzistencës time, për çfarë jam unë këtu? Të gjitha këto energji që unë i kam, ku duhet i çoj? Të gjitha këto përgjigje njeriu i gjen duke kërkuar, duke pyetur ata të cilët janë më të dijshëm. Në rastin konkret Hoxhallar. Dyshim që çdo i ri dhe e re arrin ta gjejë vërtetën nëse e kërkon atë me sinqeritet. E pa dyshim shumë prej tyre e kanë gjetur të vërtetën në Islam. Dhe e kanë parë që rrugtimet e tyre të mëparshme nuk i kanë çuar asgjikundi dhe ata vetë e tregojnë. Pra dija islame është dija e cila ndriçon mendjen e njeriu, zemrën e njeriu dhe i bën njeriu të kuptojë cili është qëllimi i kësaj ekzistence dhe se ku ai do shkojë, që pastaj rrugtimin ta ketë thjesht.